Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ujin me limon për shëndetin e keni konsumuar gabim deri më sot. Kjo është mënyra sekrete e pirjes. Pirja e një gote me ujë të ngrohtë me limon në mëngjes është një nga gjërat më të mira që mund të bëni për trupin tuaj. Limoni është një antioksidant shumë i fuqishëm. Ai ka vitaminën B dhe C, karbohidrate, kalium dhe shumë lëndë të tjera ushqyese. Pirja e rregullt e kësaj pije do të përmirësonte shëndetin e sistemit tuaj tretës dhe do të rriste imunitetin dhe do të reduktonte ureksin tuaj. Ato gjithashtu ndihmojnë të humbisni në peshë dhe të balanconi nivelin e pH-it në trup. Uji i nxehtë me limon do të ndihmojë të zgjidhni këto probleme të mëposhtme sipas Dell-Site. Problemet e kyçeve të fryra. Lëngu i limonit zvogëlon aciditetin e akumulimit urik në nyje dhe ndalon artritin dhe dhimbjen. Ai lehtëson edhe problemet të akneve. Vetëm masni fytyrën tuaj dhe aplikoni limonin për një aromë të mirë dhe pastroni atë rregullisht. Gjithashtu, do të lehtësojë ftohjen dhe gripin. Për shkak të vitaminës C është një antioksidant shumë i mirë. Ka veti të mira antibakteriale dhe parandalon gripin dhe ftohjen. Ju ndihmon të humbisni në peshë. Vitaminat që rregullojnë sheqerin në gjak gjithashtu gjenden te limoni dhe ndihmojnë në sistemin tretës të zvogëlojë ndjenjën e urisë. Është i mirë kundër gurëve në veshka. Përmbajtja e kaliumit që gjendet te limoni parandalon formimin e gurëve në veshka. Ai rrit sistemin imunitar. Një gotë me ujë të nxehtë dhe lëng limoni rrit funksionin e sistemit limfatik dhe eliminon patogjenët. Ndihmon gjithashtu kundër dhimbjeve biliare. Pini ujë me limon në mëngjes, në mesditë dhe natën për të pasur rezultate më të mira kundër problemeve biliare. Thonjtë tuaj do të përmirësohet. Limoni i bën thonjtë tuaj më të fortë dhe ndihmon në eliminimin e njollave të bardha. Ai ndihmon kundër elmimit nga ushqimi. Kjo pije do të parandalojë edhe elmimet nga ushqimi. Limoni ka veti kundër dhimbjeve dhe neutralizon aciditetin. Gjithashtu ai do të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër pezmatimeve. Një gotë me ujë të ngrohtë me limon në mëngjes duket se do t'i sjellë trupit tuaj shumë përfitime të gjithanshme. Ai dëbon toksinat nga trupi, ndihmon tretjen, lufton në rrullat, lehtëson humbjen e peshës dhe krijon një mjedis alkalik për të balancuar pH-in e trupit. Të gjitha këto veti të lëngut të limonit e bëjnë atë jashtëzakonisht të dobishëm për sistemin imunitar. Ai ndihmon në trajtimin e akneve. Lëngu i limonit ndihmon në metabolizimin më të mirë, në rritjen e humorit dhe largimin e aciditetit duke qetësuar trupin dhe duke parandaluar shfaqjen e akneve. Ju gjithashtu mund të lani fytyrën me lëng limoni. Ai largon urinë dhe ndihmon në humbjen e peshës. Enzimat dhe vitaminat e limonit rregullojnë sheqerin në gjak dhe fibrat që luftojnë rrullat. Lëngu i limonit gjithashtu rrit prodhimin biliar i cili ndihmon në prishjen e ushqimit gjatë tretjes. Pastron gurët nga veshkat. Kaliumi i limonit rrit citratin në urinë dhe mbron nga formimi i oksalateve. Ai forcon gjithashtu sistemin imunitar. Ai mbështet sistemin limfatik i cili punon së bashku me sistemin imunitar për të kapur dhe zvogëluar patogjenët. Ndihmon në lehtësimin e gurëve të tëmthit. Uluntimet kanë treguar se lëngu i limonit gjatë vakteve ndihmon në zvogëlimin e dhimbjeve të shkaktuar nga gurët e tëmthit. Ndihmon në lehtësimin e gripit dhe të ftohjes. Limonët janë të pasur gjithashtu me vitaminën C, e cila është një antioksidant natyror që forcon sistemin imunitar dhe ka veti të mira antibakteriale. Lëngu i limonit është i pasur me vlera të larta ushqyese, sidomos flavonoidet, të cilat kanë veti antioksiduese shumë më të mira. Studime të ndryshme kanë vërtetuar se lëngu i limonit është i mirë për diabetin, tensionin e lartë të gjakut, kapsllëkun, tretjen dhe probleme të tjera të shëndetit. Ai është i mirë për lëkurën dhe për dhëmbët. Sipas shoqatës amerikane të urologjisë, limonata ose lëngu i limonit ndihmon në heqjen e gurëve në veshka. Këto përfitime do të merrni nga konsumi i rregullt i lëngut të limonit të tretur në ujë. Ai ndihmon për të rënë nga pesha. Sipas studimeve të fundit, sasia e lartë e fibrave pektin që gjendet te lëngu i limonit ndihmon për të rënë nga pesha. Fibra gjithashtu është e mirë për të rënë nga pesha. Ndihmon në problemet me lëkurën.
Antioksiduesit e lëngu i limonit ndihmojnë në për të hequr aknet, puçrat dhe rrudhat e moshës në fytyrë. Ato pastrojnë gjithashtu gjakun dhe rigjenerojnë lëkurën. Largon toksinat nga trupi. Lëngu i limonit është një agent i mirë detoksifikues i cili ndihmon në largimin e substancave toksike nga trupi. Ndihmon në pastrimin e zorrve. Limonët janë të pasur me fibër pektin të cilët stimulojnë lëvizjen e zorrve dhe i ndihmojnë ato për të qenë më të pastra. Balancon gjithashtu edhe nivelin e pH-it. Një gotë me ujë të ngrohtë me limon në mëngjes rikthen balancën e nivelit të pH-it në trup. Ai ndihmon edhe me tretjen. Lëngu i limonit përmirëson tretjen dhe stimulon prodhimin e një lëngu të quajtur bile, i cili nxirret nga mëlçia dhe ruhet në fshikëzën e thëmthit. Parandalon rritjen e bakterieve. Lehtëson gjithashtu inflamacionin dhe dhimbjen. Lëngu i limonit është një lehtësues i dhimbjeve, sidomos të gjunjëve. Të moshuarit duhet patjetër të konsumojnë këtë lëng që të mos kenë gjithashtu edhe probleme me nyjet e tyre. Është e rëndësishme të theksohet se pirja e lëngut të limonit dhe ngrënia e tulit të tij është po aq e mirë në përmirësimin e shëndetit tretës, pasi ato përmbajnë fibra të tretshme dhe sheqerna të thjeshta. Kjo do të përmirësojë shëndetin e zorrve dhe madje mund të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Pirja e rregullt e lëngut të limonit në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trupit dhe për të parandaluar gjithashtu një sër komplikacionesh që vijnë edhe me tretjen. Lëngu i limonit është një zgjidhje produktive në këtë aspekt. Ai lehtëson dhimbjet e fytit. Uji i ngrohtë me limon i përzierë me mjalt ka qenë një produkt shtëpiak për një kohë shumë të gjatë, duke treguar se funksionon gjatë stinës së ftohtë edhe kur keni dhimbje të fytit. Ai ndihmon gjithashtu në pastrimin e lëkurës. Pirja e ujit me limon në mëngjes me stomakun bosh ndihmon në balancimin e trupit tuaj duke nxitur një gjendje më alkaline e cila dihet se është një antiinflamator për lëkurën dhe për trupin tuaj. Pirja e ujit me limon është një mundësi e shkëlqyer për imunitetin, duke rritur kështu edhe vlerat më të mira për shëndetin e përgjithshëm, duke ndikuar në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Nëse ekziston një frut submin i cili mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë dhe nuk del kurrë nga moda, ai është padyshim limoni. Por vlerat shëndetësore që ofron limoni nuk kanë të bëjnë vetëm me modën. Kjo agrume është një aleat e rëndësishme e organizmit për shkak të thesarit të pasur me vitamina dhe minerale që ai përmban. Një nga mënyrat më të shëndetshme për të marrë këto përfitime është të pini lëngun e limonit duke e tretur në ujë. Nëse ky lëng pihet me stomakun bosh, njeriu është më hidratuar, ka prirje të humbas kilograme të tepërt dhe ka një tretje më të mirë dhe një mëlçi më funksionale. Gjithashtu, uji me limon ndihmon në shumë funksione të trupit, duke dobësuar një sër komplikacionesh dhe duke ndikuar pozitivisht edhe në rritjen e imunitetit tuaj. Nëse doni të përfitoni nga pirja e ujit me limon, atëherë duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Ekspertët thonë se ka një lidhje domethënëse midis disa kombinimeve të lëngut të limonit dhe yndyrës së tepërt në gjak. Një studim i publikuar në Nutrients Journal tregoi se personat që konsumonin një lugë lëng limoni në ditë për 20 gram patën gjithashtu përmirësime të dukshme në kombinim me hudhrën. Vitamina C dhe flavonoide ndihmojnë në uljen e yndyrës në gjak dhe këto dy minerale kryesore të frutit limonit ndikojnë pozitivisht në këtë aspekt. Lëngu i limonit rezulton si një metodë shumë e mirë në luftimin e sëmundjeve të kujtesës. Kombinimi i hudhrës me limon do të rrisë mundësinë e efektivitetit të kësaj recete. Gjithashtu, kolesteroli i ulët do të thotë një zemër më e shëndetshme. Konsumi i lëngut të limonit është një mënyrë e sigurt dhe natyrale për të mbajtur zemrën dhe gjakun në nivele optimale. Duke konsumuar lëngun e limonit të tretur në ujë, atëherë do të keni përfitime më të mira në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin më të madh të komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.